si shoqëri gjithmonë e kemi konsideru familjen shenjtë, e kemi konsideru familjen si më të rëndësishme, ose ajo që na ka dhënë motiv, ajo që na ka dhënë vullnet, përpara familjes nuk është vendos asgjë tjetër. Fatkeqësisht, kohët e fundit po kemi një vështirësi shumë të madhe me menaxhimin e këtij raporti të familjes, kemi një vështirësi shumë të madhe për rolet e familjes. Mendoj që kemi edhe një vështirësi në identifikimin e rolit, ka humbur vlera, autoriteti i gjithë anëtarëve të familjes, sikurse i babait, i nënës, i fëmijëve. Nuk e di çfarë po ndikon në mënyrë drejt për drejt, po janë disa faktorë ndihmues të cilën po e rrezikojnë familjen shumë. Pa diskutim mund të mendoj që një nga faktorët kryesorë është media dhe propaganda mediatike të cilën po veprohen. Programet jo edukuese, të cilat promovojnë sjellje të cilat nuk janë ndihmuese për të rregulluar raportet familjare, sigurisht japin një shembull të keq për një familje. Në këtë rast përgëzoj edhe emisionin edhe televizionin e ju i cili jep emisionet vazhdueshme të cilat janë të shëndetshme, të dobishme për shoqërinë. Çfarë ndodh tjetër? Mendoj se në kohën që jemi, njeriu është në një krizë identiteti, nuk din se çfarë po bën, është një kaos shumë i madh, është një vështirësi shumë e madhe, në të cilën i bën që njerëzit kenë raporte shumë tensionuara mes njëri tjetrit. Kemi raport tensionuar mes prindrit dhe fëmijës, mes bashkëshortëve mes njëri tjetrit. Kriza ekonomike aktuale, pa diskutim që jep një nga shtysat ose një nga goditjet më të mëdha që mund ta marrë familja. Vërtet, dikush mund thotë që në të kaluarën kemi qenë me krizë ekonomike shumë më theksuar se sa në të tashmen, por çfarë ndodh? Sistemi krahasues i sotëm e bën që njeriu të ndihet inferior sepse krahasohet me një sistem tjetër, me një familje tjetër, me kushte të tjera më të larta, edhe kjo e bën i jep atë tensionin familjar. Do duhet pa diskutim të cilësoj që një nga arsyet që prish të gjitha ekuilibrat familjarë është humbja e identitetit, e rolit. Ne çfarë po bëjmë? Po humbasim rolin e babait dhe nënës duke mos i dhënë respektin e duhur atyre. Në këtë mënyrë ato nuk kanë drejt ta ushtrojnë edhe profesionin ose ta ushtrojnë edhe misionin e tyre fisnik që është prindërimi. Eliminojmë rolin e prindrit, e babait dhe nënës, edhe nuk kemi raporte të shëndetshme me të. Bashkëshortet me njëri tjetrin e kanë vënë realitetin ose bashkëpunimin me njëri tjetrin si të dorës së dytë apo dorës së tretë, duke vënë prioritet çështjeve të tjera apo raporteve të tjera. Në këtë mënyrë prap kemi një krizë të marrëdhënieve bashkëshortore. Për fat keq kemi edhe një raportim shumë të madh të dhunës në familje. Me drejt mund pyesni nëse kjo dhunë është e shtuar në kohët e fundit. Në fakt për këtë kemi dy mendime. Dhuna nuk mendojmë që është e shtuar, po kemi një raportim të shtuar. Pra, nëse më parë dhuna ka qenë familje, po është mbajtur e heshtur, e fshehur, për shkak të stigmës, për shkak të mentalitetit, për shkak të turpit apo për shkak të presionit social, sot dhuna raportohet nga gratë dhe vajzat, sot dhuna është në një formë e papranueshme dhe gratë dhe vajzat nëse më parë e kanë pranuar si sistem komunikimi familjar, si sistem edukimi familjar, sot nuk e pranojnë atë sistem komunikimi apo edukimi apo